Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me shumë përzemërsi, duke ju uruar një ditë shumë të mbarë, një javë shumë të mbarë dhe plot shëndet. Sot do të ndalemi në një nga problemet ose përdorimet më të shumta që në kohën e sotme ndodhin tek të gjithë ne, që nga moshat më të vogla tek moshat më të shtyra. Një mik që ne kemi dhe realizojmë me të shumë çka në njohuri që duam të marrim në informacionet që duam të thithim me një herë në kohë reale, por edhe shumë gjëra të tjera të cilat lidhen me internetin. Interneti është një përdorues i gjerë sot dhe me të mund të kryen shumë veprime edhe në mënyrë shumë të shpejtë dhe të lehtë. Përfitimet për të tashmë janë të njohura, janë shumë të shumta, por nga ana tjetër ka dhe një faqe tjetër të këtij problemi që është nganjëherë anët negative, të cilat hyn pa pritur, pa menduar, e që janë shumë të dëmshme për të gjithë ne, por sidomos për moshat e vogla dhe shkollore. Është një problem i ndjeshëm, një internet i sigurt dhe i mbrojtur. Ndaj shpesh zëvend në diskutimet tona. Në shkollën 9 vjeçare Ndremjeda, përgjatë gjithë muajit shkurt, është realizuar një projekt gjithëpërfshirës me nxënës dhe mësues rreth internetit të sigurt dhe të mbrojtur. Ndaj sot, në studion Mirëmëngjes Shkodër do të flasim për këtë problem. Kanë ardhur në këtë mëngjes zonja Elidona Çekini, punojse sociale e kësaj shkolle. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Së bashku janë edhe nxënësit, senator dhe përfaqësuesja e qeverisë së nxënësve. Janë? Përshëndetje, jam Mosi Bori. Përshëndetje. Sibora Brahusha. Irsa Osmanagic. Ahmet Dizdari. Arsit Teli. Po, të gjithë të përfshirë në këtë projekt, po pas jush ka dhe shumë të tjerë nxënës, apo jo? Mësuese Elidona, besoj se është një problem i ndjeshëm, dhe ju jeni përqendruar këtu. Si lindi kjo ide? Po, patjetër, realisht është një fenomen interneti, por në kuadër të muajit ndërgjegjësues dhe sensibilizues me fëmijët dhe nxënësit e shkollës tonë, ne vendosëm që të bëjmë disa aktivitete. Kjo lindi si rezultat i evidentimeve të rasteve të ndryshme në shkolla apo qytete të ndryshme që mund të kenë ndodhur si pasojë e përdorimit të shfrenuar të internetit. Dhe ne si shkollë vendosëm që të bëjmë disa aktivitete. Besoj që nxënësit do i sqarojnë më së miri këto aktivitete dhe përfshirjen e tyre me shumë dëshirë. Po, atëherë Ami dëshiron të thotë diçka? Atëherë, aktivitetet që shkolla jonë ka përgatit, kanë klasët e 6, të cilat janë marrë më shumë me pjesën e fletpalosjeve sensibilizuese. Klasët e 7. Çfarë kishin këto fletpalosje? Atëherë, fletpalosjet kishin informacione si pro dhe si kundër, përderisa tema ku kanë internetin, ne na mundu me gjetë informacione edhe pro dhe kundër, duke u bazu në informacione të sakta, të marra sigurisht në internet. Klasat e 6 dhe 7, fletpalosjet u realizuan materialisht apo ishin thjesht si ide? Janë realizuar me materiale të sakta nga internet, me burime informacionesh. Nga klasat e 6. Keni nga këto fletpalosje? Po. Po. Sa i keni dizenjuar shumë informacione janë të përzgjedhura. Ndërsa klasat e 7 kanë pas me bë punime me dorë në karton, por kena edhe klasat e 7 të cilat kanë bë kjo është një nga punimet më të mira. Arsidi po na tregon
një punim shumë të bukur në pikturë të përfshirë. Kush e ka realizuar? Cili nxënës e ka realizuar? Jo, nxënësit e klasave të shtata nuk e kena vu, do të thonë nuk e kena caktuar me emër për disa në grup. Po, nuk e kena gjallë pra, përfaqësues. Është një djalë para internetit me shumë pikë pyetje, me shumë pikë çuditëse, gjë që natyrisht e ndjek apo jo çdo fëmijë për t'u afruar dhe nga ekrani një dorë. Çfarë është ajo dorë? A mund ta shpjegoni? Mund të jetë ne e dim që në internet mund kemi edhe shumë përdorus të cilët nuk kanë qëllime të mira dhe duke ditur që ka kënaj fenomeni ka herë një fëmijë mund në thojza mund gënjehet nga një karamele, na kena shpalos si ide në karton një dorë që del nga interneti duke në thojza duke gënjur një adoleshent ose fëmijë të moshës tonë, moshatar. Sa bukur. Po më duket shumë breslënës dhe ideja e realizimi është shumë i bukur apo jo? Po. Jashtëzakonisht bukur. Po, në klasat e teta? Në klasat e teta kena pas pyetësorin. Është zhvilluar në tëna klasat, në grupet e klasave është nisë nga zyshet kujdestare dhe është plotësuar nga të gjithë nxënësit. Kemi pasur edhe rezultatet të pyetësorit. Gjithashtu klasat e teta kanë pas edhe me shpjegu një video që ne kena bë klasat e 9-ta, pra kanë bë prezantimin e videos në bibliotekë. Gjithashtu, finalja e këtij projekti ka kanë edhe tek biblioteka debati i klasave të 9-ta, mes klasave të 9-ta ku kena kanë dy paralele kundër dy paraleleve, pro dhe kundër. Zgjedhjet janë bë tek biblioteka me kanë sama haptas. Po. Si jeni përfshirë ju në këtë aktivitet, në këtë projekt i cili ka zgjatur për gjatë gjithë muajit? Mund ta marrin po? Ky është një projekt, po. Ky është një projekt që pothuajse gjitha moshat dhe ne bëm si zgjallje për me marrë vetëm klasat e 9-ta për me bë këtë debat. Këtë debat ne tregum anë negative dhe anë pozitive të internetit dhe e kthyme në formë debati. Debati, si që thadhami, u bën në mënyrë transparente, pra zgjedhjet u bën aty në bibliotekë dhe simas pas debatit, në fund të debatit, ne dolëm prane negative, doli fituese. Ishte një debat që tregonte shumë anë të internetit. Të dalemi këtu, zgjedhjet u bën transparente, çfarë do të thotë? Pra, cili grup do të ketë anë negative dhe cili grup do të ketë anë pozitive u zgjoll tek biblioteka. Pra, ju ishit të përgatitur për të dy opsionet për t'i mbrojtur. Shumë bukur. E shihni si problem të ndjeshëm në jetën tuaj pikërisht përdorimin e internetit? Atëherë, unë kam kënë të grupi që mund të quhet ndryshe HUMS, sepse na ka ra pro. Edhe faktorët kundër internetit janë shumë më të mëdhenj kundër atyre pro. Por prapse ne jena mundu, kena bë çmosin për me dhënë fakte bazume në internet, prapë edhe pse tema ishte interneti sigurt, dhe kena marrë faktet në internet për me bë çmos për me fitu. Por dishim qysh në fillim kur na ra pro, sepse ishte i fje pa mundur, duke qenë se ata që janë kundër janë më shumë. Gjithashtu duke marrë edhe aprovimin e drejtoreshës për këtë projekt, mund të themi që na ka lënë shumë mbresa, edhe pse jo të jetë edhe një frymëzim për brezat më ardhshëm, sepse duke pa që projektet që kena bën ne, mund të frymëzohen edhe ata për me marrë tema jo të njëjta por të tjera. Në fakt ju e përdorni internetin, patjetër. Pse e përdorni internetin, Arsit? Kemi shumë arsye ndryshme. Një ndër arsyet më të mëdha është për shkollë, gjetja e informacioneve të ndryshme, sepse interneti ndrysh quhet oqean i madh informacioni, ose për të shkruar me miq, shkollë, klasën. Po? Deshi të flas? Po? Unë e përdori edhe për argëtim, për shembull, lojrat ndryshme që mund luajm, përveç shumica e kohës që e kaloj për shkollën, për me marrë informacione. Po, sa kohë merr në internet në një ditë për shembull? Maksimumi 2 orë, se për shembull një orë mund të kaloj më shumë për ndihmën që më jep për mësime, kurse orën tjetër mund të kaloj bisedë nëpër miq apo ose njerëz të afërt që nuk i kam brenda shtetit, dhe gjithashtu për lojra. Ndërkohë sa të pranishëm ju këtë kohë e gjeni në shtëpi
apo dhe kur jeni në ambiente të tjera, për të marrë me internet. Po, atëherë, duke, si që thate si Bora, shumë persona i kena jashtë shtetit, edhe kjo është diçka edhe më madhe shtysh për me fol nëpërmjet internetit. Duke pas se jena në vitin 2022 dhe interneti mund të jetë diçka krejt e pandar e përditshmërisë tonë, dojmë ne hym në lokal, fillet pyesim për kodrin e internetit. Pra mund të themi që ne e përdorim internetin kudo. Pavarësisht sepse ne po them në thoj zalym me ku na marran oferta e internetit në telefon, sepse duke qenë se e përdorim çdo ditë, edhe ashtifia ajo shkputja është shumë dhe më e vështirë. Pra mund të themi që kemi lidhje me internetin në çdo vend ku jena. Po mirë, ju shkoni për të arktuar, nuk e di, nëse jeni të vegjël ende, mësuesja mund të ndërhyj këtu. Qoftë edhe nëse shkoni në një lokal, ju shkoni për të qëndruar me njëri tjetrin apo për të parë internet. Po kur të vjen një mesazh, duhet me hap, ashtu ja nxitja, ta hapi se kush është. Po? Jo përveç kësaj që më hap mesazhin, por është edhe prindi në momentin kur ne shkojmë në një lokal ai do të di se ku jemi, kë je. Dhe normale që ne përgjigjemi prindit duke treguar. E vërtet. Po? Por për të vazhduar këtë që tha Ame, një ndër pasojat negative të internetit është edhe fokusimi shumë i madh që kena aty dhe distancimi social që ne kena me miqtë tonë fizikisht. Pasi nëse marrim këtë shembullin e lokalit, po edhe kjo mund të jetë pasi edhe aty ne shfrytëzojmë kohën në internet dhe nuk realizojmë biseda me miqtë tanë aty. Pra, gjithsesi, përveç se na shërben për të informuar prindrit, për të marrë një informacion të kohës, çdo gjë duhet jetë me mas. Ju jeni ende fëmijë dhe këtë mas duhet ta gjeni brenda vetes, por edhe në këshillime që ju merrni, apo jo? Kjo është pikërisht kjo dhe mesazhi që nxënësit kanë dhënë fond të aktiviteteve dhe debatit që u realizua te biblioteka, jo pa qëllim, u realizua aty pasi nxënësit duhet të afrohen sa më shumë tek libri, pasi shumë informacione mund t'i gjejnë aty dhe jo vetëm në internet, por mesazhi i tyre ishte që të kemi një kohë sa më të kufizuar dhe një navigim sa më pozitiv në internet, ku të marrim vetëm vlerat pozitive dhe të anashkalojmë këto vlerat negative apo dhe rreziqet që mund të na vinë. Natyrisht të qëndrosh në një kohë të caktuar 2 orë është goxha kohë, një kohë e konsiderueshme gjë që ti natyrisht lë diçka tjetër. Por shumë çka të bën ta hapësh. Vetë mësuesit sa kërkojnë që materialet të gjenden në internet dhe jo në vende të tjera për shembull. Po. Po, atëherë mësuesit asnjëherë nuk kërkojnë që domosdoshmërisht informacionet të jenë nga interneti. Ata mundësisht sugjerojnë që t'i marrim nga libra, pasi janë me të kontrolluara. Ndërkohë librat shkollor, sa të plotësuar janë sipas jush? Atëherë, duke marrë parasysh që ne bëjmë mësimet me shtëpiat botuese më të përzgjatura nga mësuesit, prapë duke qenë se kalojnë vitet dhe brezat ecin, librat më kanë fort të plotësuar dhe ne mundohena që informacionin kundrejt shpjegimit zyshave i cili është për te librave, nuk i pyesin thjesht me ditë për njohuri, sepse ne kur shkojmë gjimnaz mund të kemi disa mangësi duke qenë se edhe periudha e Covidit ka pasur pengesat e veta. Ne shumicën e informacionit e kena marrë në internet përpos shpjegimit të mësuesve, cili është shumë i plotësuar. Pra kjo është ajo ana pozitive e internetit. Ndërkohë ju keni pasur një debat jo fort të but, po të fort do ta quaja, apo jo? Dhe kanë fituar anët negative. Nëse do ishte kështu, interneti do shuhej. Por është shumë mirë që t'i mshohet anëve negative në mënyrë që të luftohen ato, apo jo profesores? Po, normalisht që ne duhet t'i njohim dhe t'i dim anët negative, por ndoshta jo ta anashkalojmë plotësisht përdorimin e internetit, pasi ajo është pjesë e pashmangshme dhe është përditshmëria jonë. Por njohja me këto rreziqe që na vijnë nga interneti apo dhe ku të drejtohemi për të kërkuar ndihmë,
si dhe lidhja e madhe që duhet jetë mes prindit dhe shkollës apo shërbimit psikosocial, në mënyrë që fëmijët të jenë sa më të mbrojtur. Pikërisht. Po, në mënyrë që fëmijët të jenë sa më të mbrojtur, atëherë dhe qëndrimi i tyre në internet do të jetë sa më pozitiv. Ndërkohë, ju keni zhvilluar një pyetësor, klasat e 7-ta, nëse nuk gaboj. Ku konsistonte ky pyetësor dhe çfarë rezultoi në përfundim të pyetësorit, të përgjigjeve që u dhanë? Okej. Pyetësori është realizuar në fakt nga nxënësit e klasave të 8-ta. Të 8-ta. Ku në bazë të rezultateve, të cilat u përmblodhen në fund, ne shikuam që një numër i konsiderueshëm i nxënësish gjatë kohës së qëndrimit në internet kishin vëzhgimin e prindve. Dhe ky rezultat na bëri të ndihemi mirë, pasi fëmijët nuk i kishin atë lirshmërinë për të qenë plotësisht e pambrojtur. Por vlen të theksohet edhe një pyetje tjetër që kishte të bënte me orët e zgjatëra të qëndrimit në internet. Pra, çdo gjë ka limitin e vet. Po, dhe disa nxënës ishin shprehur që normalisht mund të i kalonin orarin e përcaktuar nga familjarët e tyre, por pjesa më e madhe kishin një orar të kufizuar dhe për qëllime pozitive, mësimin apo kontaktin me miq. Tani, le të ndalemi tek pika e dobët. Ju vetë jeni ndeshur me anët negative të internetit? Keni ndonjë eksperiencë? Disa nga anë negative mund të jetë për shembull marrja të lënave nga personat pa njohur, rrezikimi i hakimit, edhe mund të jetë për disa persona të tjerë, jo personalisht, por kam dëgjuar nga çmimi i të mitërve nga më të rritur në internet. Po. Gjithashtu dhe përmbajtja e disave teksteve në internet nuk janë të përballueshëm për çdo moshë dhe vete kam qenë përballë kësaj situate ku informacionin që kam parë nuk është i përshtatshëm për moshën time. Kjo mendoj se është një nga anët negative që ka interneti. Po. Ami? Po, gjithashtu kemi edhe duke qenë se ne jemi në kontakt shumë me internetin, jo vetëm me telefonat, por mund marrim çdo lloj edhe kompjuteri, tableti, çdo smartphone etj, mund të hasim edhe me viruset kompjuterike, të cilat mund të sjellin edhe në hakerimin, siç e tha dhe Asri. Gjithashtu ne kemi edhe falsifikimin e dokumenteve, të cilat jemi të i has shumë shpesh këto ditë, edhe vitet e fundit, domethënë është në mas falsifikimi i dokumenteve. Duke qenë se janë hapur edhe shumë site për të marrë certifikata. Këto certifikata shumicën e rasteve mund të jenë edhe të gabuara, por edhe të falsifikuara. Arsiti, po? Personalisht jam has me, siç e tha dhe Ami, falsifikimin e dokumenteve apo informacionin e pasakt dhe të gabuar. Në shkollë përdorim për gjetjen e detyrave, informacioneve dhe shpeshherë kemi gjetë informacion të gabuar apo të pasakt, ku mësuesit janë treguar shumë të shpejt në korrigjimin e këtyre informacioneve. Po. Ndërkohë, do desha të dija ju përdorni kompjuterin në shtëpi apo smartphone të ndryshëm? Duke qenë se telefoni, smartphone është më praktik edhe mund të merret çdo kohë, gjithashtu edhe laptopi është praktik, por jo se telefoni sepse është shumë i shpejt telefoni. Në shumicën e rasteve është telefoni. Duke qenë se kena shumë projekte në shkollë, është muji i projekteve etj. Në shumicën e rasteve përdorim kompjuterin për Word, Excel, janë programet kompjuterike të cilat na ndihmojnë në projekte. Në çfarë vendi pak a shumë do desha të dija, është vendosur kompjuteri ose laptopi në shtëpinë tuaj? Në raft, por varet kur në duhet me e marrë. Kur punon. Po dihet në shtrat. Është më komode, vinë mendimet. Ndërsa unë ndryshe nga Ami, unë kam truezën e studimeve, ku përderisa më të e përdor dhe laptopin për me bë një projekt, një studim për shkollë, atëherë dhe punoj në truezë. Çfarë përvojët keni ju të tjerë? Unë e përdore në tres, kryesisht kompjuter. A është një vend i dukshëm ku shpesh prindi mund të hedh edhe vështrimin e tij mbi punën? Po. Çfarë marrëdhënie keni me prindin, internetin, veten tuaj? Prindin zakonisht na kontrollon sa ditë e mujtën, se prind tani janë për puna. Por unë mundon personalisht që ta frenoj vetin, mos të jemi varë në internet dhe ta
Jeni ndeshur edhe me video të dhunshme, lojra të as pak të përshtatshme dhe shumë negative. Po. Po jemi përballur dhe shpeshherë nuk kemi ditur se si të veprojmë kundër këtyre lojrave apo informacioneve jo përshtatshme, por shpeshherë unë personalisht jam drejtuar prindit dhe në momenti kur ka të bëjë me shkollën më shumë ose atëherë jam drejtuar mësuesit ose shërbimit psikosocial. Zysh Elidona, cili është roli i prindit në këtë raste? Prindi normalisht ka një rol kyç dhe shumë të rëndësishëm në formimin dhe në avancimin e fëmijës. Por normalisht nëse trajnohemi shkollë, prind dhe shërbim psikosocial do funksiononte më së miri, atëherë dhe zhvillimi apo mbrojtja e fëmijës do ishte maksimale, do e konsideroja unë. Por ideja është kjo që nëse ne kemi një bashkëpunim, do thoja, dhe një komunikim sa më të hapur me njëri tjetrin, atëherë çdo gjë do të jetë të mirë të fëmijës. Ju si punojëse sociale, ju ka ndodhur përgjatë gjithë viteve tuaja në këtë pozicion të ketë ndërhyrje dhe dëmtim pikërisht të psikologjisë dhe qëndrimit të nxënësit në shkollë apo diku tjetër, pikërisht nga këto ngacmime në internet? Të themi dëmtim apo ndikim shumë të madh tek fëmia, jo. Por që nxënësit janë ndeshur me raste nga më të ndryshme, kjo normalisht që ka ndodhur. Ideja është kjo edhe shumë e rëndësishme që fëmijët e dinë se ku të kërkojnë ndihmë. Dhe ne herë pas here... Po ja lën vendin fëmijëve, ku të mund të kërkoni ndihmë? Gjaja e parë që do bëhet do i thohet një matritëri, kryesisht prindërve. Pastaj nëse problemi do ishte shumë e madh do drejtoheshet te shërbimi psikosocial i shkollës, ku mund të marrë ndihmën më të madhe. Keni një mendim tjetër? Edhe unë të njëjtin mendim kam, duke të kënë se na kena edhe shërbim psikosocial, kena edhe psikologën e shkollës, të cilat merren shpesh me ne, na pyesin për rastet ndryshme, si ndihen, ako shkune gjatë keq, ose kena një marrëdhënie pra shumë mirë shoqërore. Edhe mu më vjen një fjesi i natë me thirr zyr sepse kena që kena këtë marrëdhënie, duke mund ta konsideroj shumë si shoqë, duke kënë se bashkëbisedojmë shpesh. Sigurisht do të drejtohesh tek prindi, sepse mund të themi që fëmiria e prindve tonë nuk o kanë me internetin, edhe shpesh mami më thot jeni një brez që më të shumtën e kohës rrinin telefon, duke qenë se mami jam gjithmonë ka dalë në lagje me lujt me moshatërët e saj. Pra më shumë tek prindi edhe tek shërbimi psikosocial bashkë psikologën e shkollës. Po? Po ashtu të njëjtin mendim, për më tepër tek prindi, sepse kemi hapemi edhe më shumë, shprehemi më lirë, por edhe tek shërbimi psikosocial i shkollës, sepse shumë problematika të ndryshme i hapim me ta dhe shprehena. Dikush këtu tha që unë mund të qëndroj deri në 2 orë me celularin, me internetin. Si konsideroni këtë kohë, edhe megjithëse ju tashmë po rriteni, jeni në moshë pothuajse adoleshent, mund t'ju quaj. Ka ndikuar kjo tek lojrat e drejt për drejta, tek arktimi në natyrë, tek lëvizjet, sepse vetë ju e përmendni që prindrit kanë pas një marrëdhënie më të drejt për drejt dhe jo nëpërmjet internetit. Atëherë, personalisht, deri para karantinës, kam dalë në lagje me lujt me fëmijët e lagjes, me shoqni, sepse ka kanë edhe mosha, do të thënë para 3 vjetëve mund të kenë edhe viti fije më vogël, por tesh që kena mas karantinë, gjatë periudhës së karantinës na kena pas lidhje shumë të mëdha me internetin, sepse ka kanë në shtëpi, kur rrin në shtëpi një person, televizor, kompjuter, telefon, libra, shumë pak mund të kena lexu, duke qenë se edhe mësimin e kena bërë nëpërmjet internetit, është zvoglu koha me cilën kena dalë në lagje. Të shti dalim më pak, duke qenë se unë personalisht ka filluar të pëlqej shumë natyra, edhe dalë më shumë me prind në ambiente më të pastër,
me gjelbërim, duke qenë se kena lagje një qendër shumë popullume qytetit, edhe vendet e gjelbra mungojnë, pra mundohena edhe print e mi mundon me bë pa mujtën në mënyrë që me na sposu, me na distancu me internetin. Jo është e pamundur me i krejt për internetin, sepse kemi marrëdhënie për ditë, por sa do pak. Jeta sedentare, e cila mund të ofrohet edhe nga përdorimi i internetit, natyrisht është shumë e dëmshme për të gjithë njerëzit. E aq më tepër për fëmijët që janë në rritje, për ju si adoleshent. Si mendoni ju këtë problem? Po. Atëherë, si që thome, edhe interneti është problem, në thojza mund të jetë problem i madh. Por interneti bëme po, sa është i mirë, më pak mund të jetë edhe i keq. Ose mund të themi edhe më shumë. Atëherë, varet në konkursin që ju bat, në debatin, pse fitoj argumentat që kanë shumë të fortë si nga ana pozitive dhe nga ana negative. Por duke qenë se prindët tonë ngulmojnë në anët negative të internetit, ka fituara negative. Me drejt, sepse edhe vetë jam kundra internetit, edhe pse më kora të debati pro, por i na mundu shumë me e bë këtë anën pro me fitu, edhe pse ishte e pamundur, sepse e shifni edhe vetë, tonë të rritë janë të hapë edhe shoqata kundra internetit, edhe pro ko keni fje e vështirë për ne, me gjetë argumenta, sepse një argument pro mund të hedhet poshtë nga 3 ose 4 argumenta kundër. Edhe kjo. Megjithatë, ju pasi mbaroi aktiviteti, shkuat për të hapur celularin e për të pasë çfarë ka ndodhur? Po, atëherë se fotot me telefon. Edhe me pa fotot, me pa si është zhvillu projekti, sepse ne mund të shohim, mund të ndjejmë projektin, por jo se si e kanë pa tjerët, sepse këndvështrimet janë të ndryshme. Pra është një marrëdhënie e pasgjithshme, por që duhet të realizohet gjithmonë me masë dhe nëpërmjet një filtri. Duke qenë se janë mosha të reja, të vogla, kujdesi apo jo, zyshe Elidona, duhet jetë shumë i madh derisa ata natyrisht të jenë tash më vonë të formuar. Po, normalisht, fëmijët duhet jenë shumë vigjilent, por edhe prindërit normalisht ndaj çdo rreziku që mund t'ju vinë. Ne vazhdojmë dhe theksin te kjo. Por dhe lidhja atyre nuk është se duhet të shkëputet totalisht nga interneti. Sepse ka dhe shumë dhunë, her pas here. Materiale që nuk janë që mund të ndikojnë shumë. Mund të ndikojnë psikologjikisht, mund të qëndrojnë për një kohë gjatë në subkonsciencën tuaj, mund të ndikojnë dhe mund të pësojnë më pas dëmtime dhe nga ana psikologjike. Dëmet psikoemocionale janë shumë të mëdha. Dhe nxënësit i kanë nxjerrur gjatë debatit dhe grupi kundër i ka evidentuar këto pasoja. Por doja të shtoja edhe te pjesa fitoi grupi kundër pasi në juria përbëhen nga prindër. Dhe normalisht që prindërit kishin qëndrimin kundër internetit dhe nga drejtoresha e shkollës, e cila mbështeste fort marrjen e informacioneve nga libra dhe shkëputjen nga interneti. Si qëndron raporti libër-internet për ju? Atëherë, si që thash edhe më parë, periudha e Covidit, mu personalisht me ka ndryshu pak si në karakterin tem. Unë deri para Covidit kam qenë shumë e përqendruar në mësime, në shkollë, edhe tash jam, por duke qenë se kena pas lidhje më shumë me internetin, një vit kur ka qenë 2020 në karantina, u përqendrova tek mësimi në internet. Por pas daljes nga karantina, më hypja dëshira me lexu libra, edhe mund të them që kohën pjesën më të madhe të kohës time të lirë e kaloj duke lexu libra. Edhe mund të them që shumicën e fjalorit e kam pasru në libra. Sado që mund t'jetë e madhe oqeani, masi që tharë si informacioneve është interneti, informacionet dhe fjallori pasu që merr nga librat nuk mund të krahasohet pothuajse as gjysa me informacionin në internet. Po. Cili është mendimi yt? Po, në fakt, edhe unë kam njëjtin mendim me Amin. Ne pjesën më të madhe të kohës tonë po harxojmë në internet, por në fakt, si të njësim fjalët e librave kur i keni dorë, nuk krahasohet në asnjë farë mënyrë me internetin. Vetë shkolla, sidomos lënda e gjuhës dhe letërsisë, po jo vetëm, ju rekomandon shumë librin?
Po, atëherë, ne mund të bëjmë çdo 3 muaj kena lexim jashtë klase. Janë lexime të cilat ne i bëjmë në fletore, lexojmë librin dhe më pas shkruajmë përmbajtjen, figurat letrare, personazhet, karakterin e personazheve dhe kjo mund të jetë një ndikim nga mësuesit, zyshat për me lexu libra. Ngjallja dëshirës tek nxënësit mund të jetë fije e vështirë sepse duke qenë se kjo periudhë është lidhur me internetin, librat sikur janë zhduk i fije nga sipërfaqja, edhe mësuesit janë të botë pamujtën që dëshira me ken mama dhe fëmijëve me lexu se sa mandaj në internet. Me që jeni ju senatorët, do të më thoni se cili nga një titull libri që keni lexuar ose që keni për zemër, fillojmë nga Arsidi. Më shumë pëlqej të lexoj libra të Ismail Kadares. Ka shumë janë të bukur dhe lënë edhe mbresa. Po? Edhe mësojmë shumë Një prej tyre. titull. Tani nuk më kujtohen një po. Në këtë muaj kam lexuar një të fundit që flitej për jetën e tij dhe të kaluarën. Po. Ami? Atëherë, unë personalisht kur kam filluar me lexu libra, kam filluar qyshe vogël me lexu libra, edhe libri i parë që e mojmë që kam pa lexu mas fillores, pra në 9 vjeçare, sepse në fillore kena lexu libra mas shumë libra, numër të librash, ku kanë Meri Yll, i cili mund të them që ka një temë shumë aktuale për atë kohë, për atë 3 vjetëve, 4 vjetëve, se po të bëhet lajme lidhje me atë temë. Pra, libri gjithmonë mbetet një vatër e mrekullueshme, sepse të zgjeron një uritë dhe të zgjon gjithmonë imagjinatën. Sepse ne gjithmonë është edhe ky fakti që, po pse më ka pa thonë një shoqë pse i lexon libra kështu, do të thonë duke i prek, edhe jo në internet. Unë kam provu me lexu 2 faqe librit në internet edhe nuk kanë asnjë fija janë ndjesia kur e prek librin, sepse kur e ke librin në dorë, merr një laps edhe shënon çdo gjë që një shprehje që të pëlqen, një shprehje që ty të ngjall emocion. Edhe kur e hap librin me e pa, edhe vjen një vizë të e thu, e lexon, edhe duke qenë se e lexon, vjen historia normal, kurse në internet e lexon edhe shihet krejt, fundit të kes ku me rujt. Shumë bukur. Vazhdoj me përvojën tënde. tënde. Një ndër librat e mi të preferuar është në fakt Hajdutja e librave, është një libër shumë mbreslënës edhe jashtëzakonisht i bukur. Librat, sepse janë 2 që më kanë pëlqyer më shumë, janë fakt të rekomenduar nga mësuesja jonë Gjus, ku kena bërë gjithashtu edhe lexim jashtë klase, që kanë qenë 2 libra që është Poliana dhe Poliana rritet. Pra 2 libra një pas njëshme ku mesazhet që ka marrë nëpërmjet këtyre librave nuk e ka marrë asnjë që përditshme dhe gjithashtu as në internet. Po. Nërsa mu romani Zemra e Edmond Diamicit, më pëlqen. Shumë bukur. Kam kohë po e lexo, po i kam plan me Meri lexu tash. Meri lexu. Pra, një dashuri shumë e madhe e librit, ndërkohë që informacionet e kohës i merrnin në internet. Po. Dhe shto që knajtësi kur një gjanë nxënësit që janë ka shumë të lidhur me librin dhe vazhdojnë të lexojnë dhe të rilexojnë librat e tyre të preferuar. Më mbeti në mendje diçka. Në juri ishin prindrit. Por prindrit ju kanë mundësuar ju telefonët. Çfarë telefone keni? Telefon të thjesht apo telefon që lidhet me përdorimin e internetit? Atëherë, siç e thava ti më parë, kjo periudha adoleshencës është në thojza me shit mend. Unë kam telefon të fundit, unë kam këtë, unë kam atë, edhe ko kene kërkesa jeme pas telefonin e fundit në thojza mami jam mundu me ma bë të mujtën me pas, edhe kam një telefon që mund ta kenë shumë persona, por siç e thava ti më parë, mami më ka bë të mujtën mundësimin në lidhje me internetin, por kanë edhe shtyrsa jemja, sepse unë nuk kam pas internet deri para Covidit. Kur ka filluar Covidi unë kam filluar me përdor internetin. 2 vite. 2 vite po. Përvoja jote me telefonin si material. Internet që lidhet me telefon që lidhet me internetin, prindërit është e vërtetë që na kanë mundsu, por edhe ata na kontrollojnë shpesh herë, sepse akoma nuk është mosha që kemi atë aftësinë e vet kontrollit.
Cila është përvoja ju me telefonin dhe prindrit që ju kanë mundësu, ju ambushin vazhdimisht, ju bëjnë oferta vazhdimisht që ju të keni të lëndroni, të këndshëm aty Në fakt, në të në gjitha rastin- dëshirat tuaja, sepse ata ju kanë kritikuar, ju të kritikojnë vazhdimisht, po Në vetë ju a rastin- japin. Po, në rastin tim, nuk është se bëjmë oferta shumë, nuk është shaftë të nevojshë vetëm nëse kërkoj edhe atë vetëm për me komuniku, nuk është se mush me internet të kohën, nuk duket e nevojshme. Po. Është kjo që tha Isra, që mu prindi ma ka mush telefonin se e kam me ofert, është arsyeja më shumë për komunikimin me prindin, se funja për fund, nëse unë nuk jam në shtëpi, Pra vetëm më shumë tek komunikimin me prindin, pasi si telefon, Po. jo një pafundësi interneti. Jo. Një të ndeshë më thonë onë, për qëllime komunikimi më tepër, na mësu interneti. Vërtet ne sot diskutuam për internetin, mundësitë e përdorimit, vlerat e tij, por dhe anët negative. Gjithsesi, veprimtarit me fëmijët, Zyshe Lidona, mbeten shumë breslënse për një kohë të gjatë, ndaj është shumë rëndësishme edukimi në moshë fëminore. Çfarë ju mbetet pas këtij muaji sensibilizues dhe pjesëmarrjes? Për ne është shumë e rëndësishme që se nga e gjithë kjo gamë aktivitetesh sa do pak të mbesë në mendjen e tyre. Ideja është që në vazhdim dhe në muajt në vazhdim nxënësit të kenë këtë informacion dhe të kërkojnë ta zgjerojnë. Nëse ne disa nxënës do na vinin dhe do kërkonin ndihmë në raste të ndryshme të rrezikimit në internet, atëherë ne kemi realizuar qëllimin ton si shkollë, si shërbim psikosocial, por si qeveri nxënësish, të cilët kanë dhënë mesazhin e tyre. Mund të them se në fund të aktivitetit nxënësit kanë shprehur vetë dëshirën që konkurset e debatit të vazhdojnë, pasi informacioni i marr nga kjo mini përballje mes tyre u ngolit me shumë lehtësi në mendjet e tyre. Dhe ne normalisht do t'i vazhdojmë me tema të ndryshme sociale, këto mini konkurse dhe mini debate. Pra, keni krijuar edhe një praktik tuaj janë tashmë Po, komunikimi. po. Secili nga nxënësit mund të më thonë, sepse jeni një senator, pas jush vin klasa, vin rezultate, vin aktivitete. Një mbres ose një fjali mbreslënse nga gjithë projekti interneti sigur dhe mbrojtur. Do filloj me Amin, okay. Atëherë, si që thoshe edhe më pak, kam kënë të grupi argumenteve pro internetit, edhe grupi mu më la argumentin final. Edhe mund të them në thojza një emocion, sepse të kenë se ne kena fol për argumentet pro, edhe në fund ma lanin mu argumentin final, du tu përballë me argumentin final të grupit tjetër, e disha që ka me kenë shumë më i fort, por mundova me gjetë fjalin që informacionet kundër internetit që grupi përballë i kishte marrë, i kishte gjetë në internet, edhe këtu mundova me kap këtë faktor. Gjithsesi edhe përkundër ju ka ndihmuar interneti. Po, Arsidi. Në fakt doja t'jepja një mesazh sensibilizues për gjithë fëmijët ose moshatarët, bashkëmoshatarët tonë, që t'i largohen sa më shumë internetit dhe në këtë argëtimin që e bëjnë në formën e internetit, ta kenë në lagje apo shumë në mënyra tjera fizike. Isra. Po, sipas mendimit tim, ky debat ishte një pastërim i dijeve tona si nga ana pro ashtu edhe nga ana kundër. Po. Një fjali që më ka me nga debat që kena bë, ishte varësia nuk është mirë, pra për tregimin që varësia që po marrin nga interneti, po ndikon gjithashtu edhe nga ana shëndetësore e fëmijëve dhe bashkëmoshatarëve të mi. Pra ishte që mos largohuni nga varësia nga interneti dhe përdorni më shumë daljet në lagje. Po. Nërsa fjalliet që mund kam në mendje është që interneti është i dobishëm dhe i shëndetshëm atëherë kur ti e përdor me kujdes atëherë ku duhet. Këto janë nxënës të shkollës 9 vjeçare Ndremjeda, të ftuarit e mi në Mirëmëngjes Shkodër sot. Besoj argumenta dhe kundër argumenta, debate që janë zhvilluar dhe vazhdojnë të jenë brenda tyre dhe natyrisht në këtë organizim i cili u përfshin edhe mësues dhe prindër, natyrisht kishte një vlerë sepse mbeti jo thjesht një kujtim,
por një gjurmë në ecurin e përdorimit të internetit tek ata. Mësuese Elidona, ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër, na dhat këto mesazhe, na dhat një pasqyrë të punës suaj dhe këtë sensibilizim që kanë nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Ndremjeda për kundrejt përdorimit të internetit. Ju falenderoj edhe unë ju shumë, falenderoj edhe nxënësit për bashkëpunimin, për gatishmërinë e tyre dhe për seriozitetin që tregojnë punë. Është vërtet kënaqësi me punu me nxënës të tillë, pasi çdo gjë e marrin me shumë seriozitet, me shumë dëshirë për kushtim dhe i çojnë deri në fund. Ju lumt. Faleminderit shumë, ishte edhe për mua kënaqësi ky diskutim këtu në studion Mirëmëngjes Shkodër. Paçi gjithmonë, ecuri të mrekullueshme. Faleminderit.